Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut i pranishëm në debatin me temë futja e ankesës në gjykatën kushtetuese i kujtoi organit më të lartë gjyqësor se gjatë marrjes së vendimeve duhet të ketë parasysh peshën që kanë në opinion proceset shoqërore. Vendimet janë përfundimtare, por dhe vetë gjykata kushtetuese duhet të ketë një gjë të qartë, se ka dhe peshë shoqërore, respektivisht ka ndikim në disa procese shoqërore. Mendoj se dhe kjo duhet të merret parasysh kur merren vendimet, apeloi Istra Miskovski. Reagimi vjen në një kohë që gjykata kushtetuese është duke trajtuar çështjet me interes publik si zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste rihap debatin për referendumet. Kryetari i grupit parlamentar të deputetëve të shumicës Tauland Balla theksoi nevojën e një ligji të tillë duke premtuar një proces gjithëpërfshirës dhe të gjatë konsultimesh me jurist, profesor, student dhe shoqërinë civile. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tureza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft të konsoliduar mirë, i cili edhe pasi të hyjë në procedurën e kuvendit, aty do të jetë një proces i gjerë konsultativ. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi rritjen e çmimit të karburantit në vend. Në një dalje për mediat Berisha tha se Shqipëria është ndruar në instrument të tiranisë ndaj qytetarëve të saj. Shkaki i kësaj rritje, sipas Berishës, është ngarkesa fiskale dhe nafta kontraband. Nafta në Shqipëri është ndruar në një instrument të tiranisë ndaj shqiptarëve, në një instrument të çmimeve stratosferike, të paksimit të racionit ushqimor në tovolina, të çmimeve stratosferike, të largimeve të tyre nga Shqipëria. Përplasjet mes vetëvendosjes dhe presidentes Osmani dërgohen sërish në gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit është drejtuar gjykatës për të sqaruar çështjen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dilema kushtetuese sipas kabinetit të presidentes Osmani është për shkak se partitë kanë bërë më shumë propozime se sa parashek kushtetuta. Presidenti Osmani i është drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje. Sapo ta marrë përgjigjen do të vijohet me emërimin, thuhet në reagimin e kabinetit të presidentes. Kosova kujton 27 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Presidenti Vjosa Osmani zhvilloi omazhe pranë pllakës përkujtimore dhe memorialit të ushtarëve të rënë të NATO-s në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Më 24 mars 1999, përballë një tragjedie njerëzore nga veprimi genocidal i Serbisë, Alianca ushtarake më e fuqishme e botës demokratike ndërmori veprime vendimtare për të ndalur mizorinë e regjimit kriminal. Ky është një akt që i dha fund një epoke të errët dhe hapi rrugën drejt lirisë dhe paqes, shkruan Vjosa Osmani. Ajo shtoi se liria dhe paqja kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe se në momentet vendimtare veprimi është ai që përcakton historinë. Apelit në këtë përkujtimore ju bashkua dhe presidenti Begaj, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.